Një laborator i ri informatike është ngritur së fundmi në gjimnazin Ymer Dishnica në Korçë, pas kërkesës së bërë nga veti institucioni arsimor për përmirësimin e kushteve të mësimdhënies dhe rritjen e kapaciteteve teknologjike për nxënësit. Laboratori i ri është pajisur me kompjuter dhe infrastrukturë moderne, duke u krijuar nxënësve mundësi më të mira për zhvillimin e aftësive digjitale. Investimi u inspektua sot nga kryetari i Këshillit të Qarkut, Petrika Tollkuçi, i cili u prit nga drejtuesit e shkollës dhe nxënësit. Është një nga shkollat kryesore të qytetit. Kemi patur një kërkesë nga drejtoria e shkollës dhe Këshilli i Qarkut e ka mbështetur dhe sot jemi për ta inauguruar të laborator. Kemi edhe disa shkolla të tjera të cilat i kemi mbështetur në këtë drejtim, sikundër është edhe shkolla e Rëmbecit në Bashkinë e Maliqit. Në vazhdim të këtij viti ne kemi dhe një konkurs të cilin unë e përmenda edhe me nxënësit dhe me qeverinë e nxënësve të shkollës Ymer Dishnica, aktiviteti liceajistët, i cili do të jetë në fundvit me esen më të mirë. Këto ditë ne kemi dhe aktivitetin Pulson Stars, i cili përfshin gjithë nxënësit e shkollave të mesme të Qarkut dhe do të kulmojë në datën 17 me finalen e tij në qytetin e Korçës. Gjatë vizitës, drejtoria e gjimnazit falenderoi Këshillin e Qarkut për mbështetjen dhe vlerësoi rëndësinë e këtij investimi për procesin mësimor. Gjimnazi sapo është rikonstruktuar dhe kishim nevojë me të vërtetë për një laborator informatike, gjë e cila u mundësua nga Këshilli i Qarkut. Një falënderim për Këshillin e Qarkut, sepse është një investim i rëndësishëm në mbështetje të cilësisë së mësimdhënies së nxënësve dhe do të jenë më të aftë në qasjen e tyre me botën digjitale. Edhe nxënësit shprehën mirënjohjen e tyre për laboratorin e ri, duke theksuar se kushtet moderne do t'i ndihmojnë në përmirësimin e njohurive në teknologji dhe informatik. Por ne ka qenë jo më tepër një dëshirë, por edhe një nevojë pra të dyja së bashku të ndërthurura midis tyre, sepse duke qenë që edhe sot teknologjia është shumë e zhvilluar, sidomos pjesa e mësimit, duke i ndërthurur të dyja së bashku, normal që do të na ndihmojë për të vazhduar përpara, jo vetëm për të aftësuar pjesën digjitale, por pjesën e komunikimit, orët e hapura, gjithashtu nxënësit do të jenë më të aftë për shumë aftësi të ndryshme, si mësimore, por edhe jashtë saj. Projekti është financuar nga Këshilli i Qarkut Korçë në kuadër të mbështetjes për arsimin dhe krijimit të ambienteve bashkëkohore në shkollat e Qarkut.